Pse ndryshoi leopardi? Në një pyll jetonte një leopard shumë i fuqishëm, gjahun që ndishte e kapte dhe nuk e falte. Ushqimin e siguronte vetë dhe jetonte pa ja pasur nevojën as kujt. Mirë po, ky leopard kaq i fuqishëm ishte edhe shumë i prap. Gjahun që kapte e shëtiste në përpyll duke i mburur të gjithëve. Pastaj e hante gjahun në sytë të gjithëve. Nga që ishte i fuqishëm, askush nuk guxonte të fuste hundët në gjahun e tij. Një ditë, përsëri kishte rënë në ndjekje të një kaprolli të madh, e ndoshi për një kohë të shkurtër, e kapi dhe e mbërtheu fort me nofullat e tij të fuqishme. Filloi ta shëtiste në përpyll. Kafshët thoshin me njëra tjetrën: leopardi përsëri do ushqehet mirë sot, sikur të na jap edhe ne ndo pak. Këto fjalë të kafshëve i pëlqenin shumë atij, por ai as që mendonte ndonjëherë të ndante gjahun me to. Filloi të hante përsëri gjahun në sy të kafshëve të tjera. Çakalli nuk duroi dot më para kësaj pamjeje, mblodhi veten dhe i tha: "Leopard vëlla, kjo që po bën është shumë e turpshme. Ka që kapin gjah, por ka edhe që nuk kapin. Ka që janë të ngopur, por ka edhe të uritur. As është turp të hash në sy të gjithëve?" "Çakall, e di se me kë po flet apo jo. A mos po ha gjahun tënd? Gjahun tim e ha ku të dua dhe as kujt nuk i jap llogari," u përgjigj leopardi i zemëruar. "Leopard vëlla, do të vi një ditë që edhe ti do të dobësohesh dhe nuk do të mund të kapësh dot asnjë gjah," tha çakalli dhe u largua. Leopardi me qetësi vazhdoi të hante prenë e tij edhe më me shumë oreks. Her pas here qeshte me vete dhe kujtonte fjalët e çakallit. Një ditë prej ditësh, teksa ndiqte një gjah, ndjeu aq shumë lodhje sa gjahu i shpëtoi para syve. Ai nuk arriti ta besonte këtë që ndodhi, ndaj pyeti veten: "Çfarë po ndodh me mua? Si mund të më shpëtoj gjahu para syve?" Leopardi tashmë ishte sëmur. Ai do bësohej dita ditës. Nisi të gjuaj nga pak, më pak tani vraponte. Një ditë teksa rënkonte prej uris, pa një tigër i cili po hante me oreks të madh një dre që kishte kapur pak çaste më parë. Leopardit filloi t'i lëshoi goja lëng. Ju kujtuan fjalët e çakallit. E kuptoi edhe se çfarë ndjenin kafshët e tjera kur njëra hante në sy të tyre dhe nuk ndante gjë me ta. Megjithatë tigri nuk ishte si ai. E kuptoi se leopardi kërkonte diçka dhe ndau me të prenë e tij. Leopardi u pendua dhe erdhi shumë turp për të gjitha veprimet e tij. Nuk kaloi shumë kohë dhe leopardi u shërua. Tashmë ai kishte mësuar të ndante gjahun e tij me të tjerët. Nuk hante larg syve të kafshëve të tjera. Sa kishte ndryshuar leopardi, veçanërisht prej fjalëve të çakallit dikur.